Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Zbulohet receta japoneze për rinin e përjetshme. Gratë japoneze njihen për lëkurën e tyre njësoj si porcelani. Megjithatë, Japonia është ndër vendet më inovatore në botë. Gratë e këtij vendi ende përdorin trajtime shekullore për të dukur më të reja. Ndërto është edhe metoda e ujit të orizit. Metoda e ujit të orizit, sipas ekspertëve, mund të sjellë këto përfitime për lëkurën tuaj, të cilat do t'i rendisim sipas The Health Shots. Ajo parandalon plagjen e parakohshme të lëkurës. Përdorimi i ujit të orizit si pastrues për lëkurën mund t'ju ndihmojë të mbani larg rrudhat. Uji i fermentuar i orizit rrit prodhimin e kolagjenit në lëkurë dhe ndihmon të dukeni më të rinuar. Është gjithashtu i pasur me antioksidant, gjë që e bën atë një armë të fuqishme kundër rrullave të hershme. Vepron si një mbrojtës natyral kundër diellit. Uji i orizit ka efekte të mira ftohëse natyrale dhe aplikimi i tij në lëkurë mund të zbusë djegjen nga dielli. Elementet e gjetur te orizi janë vërtet një mbrojtje mirë për lëkurën kundër dëmeve të shkaktuar nga dielli. Riparon lëkurën e dëmtuar. Uji i orizit është një përbërës natyral për kujdesin ndaj lëkurës. Përveç zvogëlimit të rrullave, përmirëson edhe dëmtimin e lëkurës dhe madje mund të përdoret edhe për të trajtuar sëmundje të caktuara të lëkurës si dermatiti e të tjera. Zvogëlon pigmentet e lëkurës. Edhe pse hiperpigmentimi është zakonisht i padëmshëm, kjo gjendje e lëkurës mund të jetë e bezdishme. Uji i orizit rrit prodhimin e melaninës dhe mund të zvogëlojë në mënyrë efektive edhe hiperpigmentimin. Ajo eliminon yndyrën e tepërt të lëkurës. Përdorimi i ujit të orizit është një mënyrë e sigurt për të balancuar gjithashtu lëkurën me vaj, pasi eliminon yndyrën e tepërt dhe nuk shkakton gjithashtu irritime të lëkurës suaj. Orizi është një drith i pasur gjithashtu me kalori, por edhe me vitamina dhe minerale shumë të rëndësishme. Të gjitha këto ushqyes transformohen në ujë nga drithi kur zihet gjatë gatimit. Kjo është një arsye pse këshillohet të përdoret uji i orizit për shëndetin e flokëve dhe për rritjen e tyre, por jo vetëm. Gjithashtu edhe për dukjen e lëkurës suaj. Vlerat e ujit të orizit për shëndetin e lëkurës janë të larmishme. Pas larjes së fytyrës, ju mund ta lyeni atë me ujin e orizit duke përdorur edhe një pambuk. Mbajeni tonikun në fytyrë për disa minuta. E lani me ujë si zakonisht dhe do të shikoni menjëherë ndryshimin. Uji i orizit është një tonik i shkëlqyer edhe për heqjen e njollave të zeza të lëkurës, akneve dhe puçrave dhe mund të sjellë rezultate të mira në çdo aspekt të mbrojtjes së lëkurës suaj. Por si të përgatisni ujin e orizit në shtëpi? Uji i orizit mund të përgatitet shumë lehtë në shtëpi. Mbushni një gjysmë filxhani me oriz dhe e lani atë me ujë të bollshëm. Më pas hidhni 4 filxhan me ujë në një tenxhere. Shtoni oriz dhe e lini të ziejë për 30 minuta. Më pas hiqeni orizin dhe lëngun e mbetur e ruani në frigorifer. Këtë ujë mund ta përdorni për 5 deri në 7 ditë. Gjatë këtyre ditëve atë mund ta aplikoni rregullisht në lëkurë dhe në flokë për të marrë gjithashtu përfitime të maksimale që orizi mund të ofrojë për lëkurën tuaj. Kjo është një arsye pse uji i orizit këshillohet për shëndetin e lëkurës dhe të flokut dhe mund të sjellë gjithashtu rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Vlerat e ujit të orizit për shëndetin e flokut dhe të lëkurës janë vërtet të larta. Nëse dëshironi të keni një lëkurë më të freskët, gjithashtu plot me shkëlqim, atëherë mund të përdorni pa frikë ujin e orizit. Ai është shumë efikas në heqjen e qelizave të vdekura të lëkurës. Sipas të dhënave, ky ujë ndihmon në prodhimin e qelizave të reja dhe përmirëson paraqitjen e lëkurës. Pas larjes së fytyrës, ju mund të lyeni atë me ujë orizi duke përdorur edhe një pambuk. Mbajeni tonikun në fytyrë për disa minuta. Uji i orizit është një tonik i shkëlqyer për lëkurën tuaj dhe mund të sjellë gjithashtu rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Ai mund të heqë njollat e zeza nga lëkura dhe të largojë aknet dhe puçrat e saj. Nëse pini ujë orizi, efektet do të jenë të ngjashme. Uji i orizit mund të përdoret si një solucion zbutës për flokun. Mjafton të masazhoni skalpin me ujin e orizit dhe më pas t'i jepni flokëve një shpërlarje përfundimtare. Uji i orizit do të bëjë flokët tuaj më të butë dhe do t'u japë atyre më shumë shkëlqim.
Uji mund të përgatitet në forma të ndryshme dhe veprimet që do t'i bëjë shëndetit tuaj janë vërtet të mëdha. Në Azinë e Largët, uji i orizit është përdorur si një produkt bazë për të patur një bukuri më natyrale. Ai është i pasur me shumë vitamina dhe lëndë ushqyese të dobishme për shëndetin e përgjithshëm dhe për mbrojtjen e lëkurës suaj. Ai është i pasur me vitaminën B, acid folik, hekur, kalium, magnez dhe zink, të cilat trupi do t'i japin shumë vlera të rëndësishme ushqyese dhe do të parandalojnë gjithashtu edhe komplikacione të ndryshme. Ka përmbajtje inositoli, një substancë komplekse që nxit zhvillimin e qelizave të reja dhe stimulon edhe qarkullimin e gjakut. Mbron lëkurën nga veprimet e kushteve atmosferike si i ftohti, dimri, dielli e të tjera. Shërben si një tonifikues i mrekullueshëm natyral, trajton problemet gastrointestinale si diarreja. Por një nga përfitimet unike më të mira të ujit të orizit është edhe aplikimi i tij në maskat e bukurisë, të cilat mund të aplikohen në pjesën e fytyrës ose edhe në flokën tuaj. Aplikimi i ujit të orizit në maskat tuaja të bukurisë mund të sjellë rezultate të kënaqshme në këtë aspekt dhe të parandalojë gjithashtu edhe një sër problemesh që i kanosen lëkurës. Orizi është një nga ushqimet më të preferuara për njerëzit në mbar botën. Ai është një nga kulturat më të gjëra në Azi, edhe në vende të tjera përdoret edhe si produkt bukurie. Orizi përmban një sasi të konsiderueshme të antioksidantëve, mineraleve, vitaminave E dhe përbërësve të tjerë ushqyes, të cilët do t'japin rezultate të kënaqshme për mbrojtjen tuaj. Gjithashtu, uji i orizit ka efekte pozitive në shëndetin e lëkurës. Ai mund të përfitohet nga zgjerrja e orizit për disa minuta dhe më pas shkullimi i tij. Lëngu i orizit mundet të ruhet në shishe të vogla qelçi dhe të mbahet në frigorifer. Gjatë procesit të zgjerrjes, orizi lëshon edhe përqendrim të lartë të vitaminës B, acid folik dhe antioksidant. Prandaj, uji i orizit është shumë i dobishëm. Mund të përdoret edhe në forma të ndryshme. Ai mund të përdoret si një trajtues për flokun. Për flok të fortë, të shëndritshëm dhe plot me shkëlqim, përdorni ujin e orizit në vend të balsamit. Pasi të keni larë kokën, shpëlani atë me ujë orizi. Ai mund të përdoret gjithashtu si një tonifikues për fytyrën. Përbërësit aktiv që gjenden në ujin e orizit zvogëlojnë madhësinë e poreve, heqin qelizat e vdekura të lëkurës dhe gjithashtu sjellin rezultate të kënaqshme në çdo aspekt të mbrojtjes së lëkurës. Ndaj siguroni ta përdorni atë vazhdimisht për të pasur një lëkurë më të fortë, më të mbrojtur dhe më të pastër. Ai ndalon gjithashtu edhe shqetësimet tuaja të diarres dhe mund të sjellë rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Mineralet e gjetura të orizit trajtojnë gjithashtu simptomat të diarres. Në një gotë me ujë orizi shtoni një maj luge krip dhe pini atë të paktën 2 herë në ditë. Ai do të rrisë gjithashtu edhe nivelin tuaj të energjisë. Uji i orizit i jep trupit 8 aminoacide esenciale që ndihmojnë gjithashtu në rigjenerimin e muskujve dhe rritjen e energjisë suaj. Pini një gotë me ujë orizi para aktiviteteve fizike dhe do të ndiheni gjithashtu më energjik. Uji i orizit do t'jap rezultate të kënaqshme dhe përdorimi i tyre mund të jetë vërtet i mirë. Uji i orizit mendohet se përmban shumë vitamina dhe minerale, edhe mund të gjendet fare lehtë pranë jush. Ai përmban aminoacide, vitaminën B, vitaminën E, antioksidant dhe gjithashtu vlera të larta ushqyese. Përdorimi i ujit të orizit në flok ka shumë benefite dhe disa prej të tyre janë: i bën flokën më të butë, rrit shkëlqimin dhe ndihmon në rritjen e flokut. Gjithashtu, lani flokun me shampo si zakonisht dhe pasi ta shpëlani me ujë, vendosni ujë orizi në flok për të paktën 20 minuta. Pas 20 minutash e shpëlani flokun tuaj dhe kështu do të keni rezultate vërtet të mira. Aplikimi i ujit të orizit në maska të ndryshme për lëkurën mund të sjellë edhe benefitet e munguara të shëndetit të saj. Uji i orizit përmban element ushqyes mjaft të rëndësishëm edhe për flokun tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.